Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Të gjithëve kush po na ndëgjoni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar shikues, jemi këtu në fshatin Sherishte, të rrethit të Vlorës. Jem tani i ulur në mes krye plakut, vllaut Gzim Buraku, dhe gjithashtu në anën e majt time Teki Arif Jahupaj. Teki Arif Jahupaj. Jahupaj. Baca Teki është një plaku kryesor i fshatit, më plaku në fshat 81 vjeçar. Me qenë se jemi tash në fshatin Sherishte, edhe dashti Allahu subhanahu wa taala që të kryejm këtë obligim, të rikthejmë edhe një herë këtë shtëpi të Zotit, këtë xhami në këmbët e veta, mbi themelet e veta, inshallahu taala tash pas 4 diteve do ta hapim. Pra sot është data 10, domethënë do të hapet edhe 4 ditë me datën 15 të këtij muaji, ditën e xumës do ta hapim inshallahu taala. Meqense se jemi këtu para xhamisë, para objektit, krye plakun e pyeti këtë pyetje. A ka jehon pozitive në fshat për ndërtimin dhe restaurimin e kësaj xhamie? Shumë. Ka qenë mirëpritur të kthesh dinjitetin e kësaj xhamie në fshatin tonë. Nuk na kundërshton kush pse po marrohet xhamia. Absolutisht jo. Janë të kënaqur fshatarët. Shumë të kënaqur. Inshallah do të vim të falin namazin. Besoj se po. Ti xumën do të vish ta falish? Po do vi. Me siguri, pra nëse vjen krye plaku në xhami atëherë do të vinë të gjithë. Besoj se po. Gzim Buraku nuk është plak, po këtu e pas kanë traditë në Shqipëri me i thonë krye plaku. E vërteta ka qenë krye plak, po sot quhet kryetari i fshatit. Quhemi kryetar fshatrash, domethënë kryetari i fshatit Sherishte. Mashallah taala. Meqense se kemi Bacin Teki, prej moshatarëve më të vjetrin në plak. Baca Teki, a jeni të kënaqur me restaurimin e xhamisë? Ne jemi shumë të kënaqur, me radhë parë do falenderoj juve që na u interesuat dhe na i përsëritët këtë gjë që e kishim të harruar. Dhe unë në orën 12 sot dëgjova që foli Miftiu këtu, isha aq i kënaqur dhe ezanin që e kënduam. Po, kënduat në zanin. Ezanin. Isha atje te shtëpia, dëgjova që foli zanin tani. Edhe merri aq mirë që u rikujtua ajo e vjetra, merri mirë shumë. Se unë në ditët e mia kam marrë me plakun tim këtu, shpejt. Me babën? Me babën me baban tim, kam ardhur këtu. Ma të rej falshin mbejtën gjitha, kanë qenë një letha këtu, edhe me shkallë, me punë, gjitha, ka qenë minare. Minaren do t'ja kthejmë përsëri, inshallah. Do të bëhet fshat me minare, inshallah. Ju falenderoj shumë dhe jam i kënaqur që mora pjesë sot këtu dhe ju falenderoj nga zemra, nga jetë, shëndet dhe lumturi. Allahumma amin. Këtu është interesant në këtë fshat që sipas lajmeve, informatave që moran nga Baca Teki, edhe të tjerë që kanë mosh këtu në fshat, këtu diku prej viteve 56-ës, do më thonë para 56 viteve, kur ka pas xhami. Mirë, po tash 56 vjet nuk është thirr ezan këtu në këtë fshat. Do më thonë, po afrohen 60 vite, njerëz kanë le, kanë vdekur, nuk e kanë ni ezanin ndonjëherë. Por tash prandaj edhe krye plaku tha janë shumë të kënaqur, edhe Baca Teki po thot jemi shumë të kënaqur, edhe Miftiu pak para foli tha jemi shumë të kënaqur. Normal edhe unë shumë jemi kënaqur që të bëjnë një shërbim larg Prizrenit 320 kilometra tash jam larg me Prizren. Kështu që edhe unë jemi kënaqur normal. Prandaj masi është një fshat shumë i madh me afër 400 e sa shtëpi? 420, 430 familje domethënë. 420-30 familje në këtë fshat. Edhe 100% thuja se janë musliman. Musliman janë. Besoj që do të ketë sukses në këtë xhami. Besoj se do të ketë sukses në këtë xhami. E lusë Allahun xhalleshanu që të vjen një imam, një hoxh punëtor. Shpresojmë me këtë mrekulli që është bërë. Mandej unë edhe ti edhe unë. Si do bëjmë me minaren? Do e bëjmë. Do të participojmë? Patjetër. Normale. Inshallah taala besoj që edhe minaren shpejt do të fillojmë. Mirë po, kush po na ndëgjon, zaten ky incizim është bërë dëshmi për të tjerët, ata që na dëgjojnë,
edhe na shikojnë përmes kësaj kamere, që ta kanë parasysh. Minareja do të kushtojë diku afër 12.000 euro. Ato unë punoj si hoxh, po lëvizi ku po mundi e ku po shkoj, mirë po pa ndihmat e juja na s'mundim me bë gjë. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala të na i pranoj lëvizjet punët tona në rrugë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Allah i udhëzoft gjithashtu në gjithë popullatën e kësaj treve, e sidomos në veçanti të fshatit Sherishte. Ja lusim çdo të mirë Allahut subhanahu wa ta'ala për këtë fshat. Allahu xhalla xhelaluhu e rinkëmt islamin këto troje përsëri sikur që ka qenë para shumë viteve. Jemi krenar edhe na shumë që pas 56 viteve apo 60 viteve që nuk është lexuar ezani Muhamedi e mbram, pra dje e diell ishte data 9 mars, e sot 10 mars u lexua apo u knua ezani Muhamedi mas 60 viteve në fshatin Sherisht. Vëllezër të motra, këtë kush na ndëgjuat, mos kurseni për shtëpia të Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj ju kam thonë çdo herë ka kam hec, ka kam lëviz, punoni, fitoni, kurseni, reduktoni gjërat aty ku duhet, të paret do të bëjmë. Është një reklam kur hynsh në Tiranë, në Shqipëri, mirë e bëj, vet e bëj. Mirë e bëj, vet e bëj. Do më thonë e bëjmë vetë mirë. Inshallah dhe na do të bëjmë mirë. Për fund të kësaj fjales, të gjithë kush na keni ndëgjuar, ju përshëndesim nga fshati Sherishte, jemi para shtëpisë Zotit, para xhamis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun në madhëruar, sepse vetëm atij i takojnë falenderimet. Falenderojmë Allahun e madhëruar që na solli këtë mundësi, këtë ditë, të cilën prej shumë vitesh këta banore kishin harruar. Falenderojmë Allahun e madhëruar që kemi njerëz besimtar të sinqert, cilët sakrifikojnë nga pasuria e tyre për të riparuar ato dëmet mëdha që ka pësuar ky vend. Falenderojmë Allahun e madhëruar që vëllezërit tanë vinë nga 300 km larg dhe 500 km larg për të sakrifikuar dhe për të dhënë nga kapitali i tyre për riparimin e një vepre të madhe e cila ka qenë shumë vite në harres. Falenderojmë Allahun e madhëruar që edhe ne na bëri pjesë e një popullsie, e një vendi i cili i kthehet besimit me ndërgjegje, i kthehet besimit për të përfituar prej tij, për ta kuptuar sepse Islami është lubrifikim, është pastrimi i zemrave, pastrimi i shpirtit, ashtu siç është dhe pastrimi i trupit. Në rolin e drejtuesit të institucionit Miftinisë Vlorës, të përgëzoj, jo të falenderoj se falenderimi i takon vetëm Allahut, të përgëzoj vëllezërit tanë, Hoxh Mazllamin, i cili është tepër i pa lodhur, tepër i pa përtuar, dhe sepse ka ardhur disa herë në rrethinat e qytetit dhe qytetit tonë. Ka ardhur në Dukat, ka ardhur në Kanin, ka ardhur edhe këtu në Sherisht për të dhënë një kontribut të cilin nuk e ka dhënë kush tjetër. Pikërisht për këtë e përgëzojmë dhe i lutemi Zotit që pasurinë e tija të atyre personave që japin nga kjo pasuri t'ja u bekoj, t'ja u shtoj, t'ja u shumoj, sepse edhe ne pas kemi pjesë në të. Falenderoj dhe këta zotërin që derdhin djerës dhe punojnë, sakrifikojnë duke ikur nga familjet e tyre. I përgëzoj dhe këta, i përqafoj në mënyrën simbolike, në mënyrën më të sinqertë. Por nuk rrit dot pa përmendur edhe këta bashkëtar të kësaj zone, sidomos kryeplakun dhe këta zotërin tjerë që vërtet
e kanë për vete këtë vepër, por jo të gjithë kanë dhënë kontribut dhe japin kontribut. Japin vetëm ata që janë të devotshëm, janë ata që japin ndihmën e tyre sepse e duan besimin, e duan fen, e duan atë dheun, por e duan të bukur edhe e duan me simbole. Dhe një ndër simbolet që zbukuron atë dheun ton janë xhamit. Dhe ne dim nga besimi ynë, nga feja jonë, që kush bën një vepër të tillë, Allahu i madhëruar në xhenet do t'i jap vepër të tillë dhe më të bukur se kjo. Zoti e bekoft këtë vepër, Zoti i bekoft dhe i ndihmoft ashtu siç mund të ndihmoj ai të gjithë këta që kontribojnë këtu për të rimëkëmbur Islamin, i cili ishte zbehur në këto zona. Dhe përsëri qëndron i zbehur, por kontributi që jepet është shumë i madh. Dhe ky kontribut inshallah me emër të Zotit dhe me ndihmën e Tij të shtrihet në të gjithë rrethin e Vlorës, sepse kemi shumë mangësi. Ju falenderoj të gjithëve, dhe me sinqeritet dhe me një ndjejë dëshire dhe me një emocion ju them faleminderit Zot, faleminderit Allah i madhëruar që na mundsove dhe ulemi, bisedojmë, përqafohemi pranë kësaj vepre të madhe. Inshallah Zoti na e pranon çdo punë dhe çdo veprim Me tonë. dy fjalë. Falenderoj miq kosovar që kanë ardhur kanë bërë kontributin e tyre këtu në fshatin tonë Sherisht. Për këtë pjesë jemi krenar dhe shpresojmë që këto gjëra të mrekullueshme të bëhen në çdo fshat, si dhe në fshatin tonë. Që ky dinjiteti që edhe këtu ka qenë një xhami dhe u rilind sot. I falenderoj të gjithë mysafirët nga Kosova, si edhe thash, dhe këta të rrethit tonë Lonjat. Xhamin e fshatit tonë ka dëshirë të bëj në një regalo, në një dhurat të vogël për 40 familje që janë paka shumë në nevojë. Nderuar qofshin. Për këtë pjesë ne jemi e shfatimat të fshatit tonë që ju rikthya edhe një herë xhamia. Edhe shpresojmë që të mirëmbahet dhe të kemi gjëra më pozitive në të ardhmen. Jemi mirënjohës krenari për ne, për fshatin tonë. Tani, sipas emrave do marrin këtë regalo që ka bërë. Po ta kam gjysën e Jusufit alayhis salam, Gjysmë do. në këtë botë, dhe botën tjetër inshallah të gjithën. Ti dove campano? Ti puoi sviare. Scusate.
Bona.